Cilin kam kënaqësinë ta kem në studio. Zotëri Veliu, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Besoj që keni përcjellur zhvillimet vazhdimisht politike në vendin tonë. Kemi parë një rikthim. Është paktën ashtu është deklaruar zyrtarisht pas gjithë asaj që ndodhi brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, një rikthim të bisedimeve që ishin ndërprerë pikërisht për shkak të kësaj situate. Dhe jemi vetëm 3 ditë para mbajtjes së seancës konstitutive. Mendon që ka mjaftueshëm kohë për të arritur një marrëveshje? Po më thënë të drejtën, këto zhvillimi janë bërë tani më rutinë në vendin tonë. Po kalojmë gati 2 vite që jemi me qeveri teknike, qeveri në detyrë, ose me mandate shumë të shkurtat, derisa po ju drejtohem kutive të votimit. Kësaj radhe përkundër një vullneti që është parë ndërmjet Lidhjes Demokratike dhe Lëvizjeve të Vendosje për të arritur një marrëveshje, për të bërë një koalicion ndoshta që do të hapte rrugën dhe mundësinë e krijimit të institucioneve, pam problematika që ishin brenda Lidhjes Demokratike, mbajtja e Këshillit Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike dhe dalja nga ajo mbledhje sikur s'ka ndodhur asgjë, apo sikur dolën të bashkuar, një gjë dhe një fakt që edhe ata vetë nuk e besojnë. Pra, atë çfarë e thonë nuk e besojnë edhe ata vetë, pasi që një gjë e tillë nuk është brenda atij subjekti politik. Aty ka rryma të ndryshme. Unë mund të them vetëm një gjë, se në Këshillin e Përgjithshëm, në mbledhjen e fundit të atij Këshillit Përgjithshëm në Lidhjen Demokratike të Kosovës, nuk fitoi Lidhja Demokratike. Aty fitoi lëvizja vetëvendosje brenda Lidhjes Demokratike, do të kisha thënë kështu, dhe në këtë mënyrë u pase bisedimet do të vazhdojnë mirë, po se sa do të jetë mundur arritja një marrëveshje për krijimin e institucioneve është vështirë për të thënë sot, pasi që në bazë të numrave të cilët i kanë sot këto 2 subjekte politike, është e pamundur zgjedhja e presidentit të Republikës. Ne e dim shumë mirë se para një viti, pra kur kaloi një vit, jo, ndoshta një vit, po në marsin e kaluar kur mbaroi mandati ish presidentës Osmani, zoti Kurti, apo kryeministri i Republikës, tha se neve na nevojitën të kemi 84-85 vota, që të mos kufizohemi në 80, pasi që gjithçka është e mundur në momentin e fundit, pra në momentin e votimit, dhe të dështojmë. Ndërsa kësaj radhe, duke pasur për bazë zgjedhjet e fundit dhe rezultatin e tyre, ne e shohim se këto 2 subjekte politike së bashku me pakicat jo serbe nuk e arrin numrin 80 që është i nevojshëm për të zgjedhur presidentin. Pra duhet një koalicion pak edhe më i zgjeruar se vetëm në mes të këtyre 2 subjekte, të paktën në zgjedhjen e presidentit të Republikës, se ne e dim dhe kemi të qartë se lëvizja vetëvendosje mund ta krijojë edhe vetëm me qeverinë, një qeveri të brisht, do të kisha thënë, për arsye se me 61 apo 62 numra nuk do të ketë mundësi shumë veprimi, pasi ne e pam në mandatin e kaluar, edhe pse lëvizja vetëvendosje së bashku me subjekte tjera në koalicion, pra edhe me minoritetet, kishte 67 mandate dhe ka pasur problematika të shumta ku nuk është arritur. Shumë herë kanë dështuar mbledhjet për mungesë të korumi, nuk janë miratuar shumë ligje që është dashur të votohen, dhe në këtë mënyrë më duket se më shumë se drejt një koalicioni dhe një marrëveshje politike, më shumë po duket se po shkojmë nga një palë zgjedhje të padëshiruara edhe për qytetarët e Kosovës. E them të padëshiruara duke pasur për bazë faktin se në zgjedhjet e kaluara kemi pasur numrin më të vogël të pjesëmarrësve në historinë e re të Kosovës. Pra asnjëherë që nga mbarimi i luftës së këndej nuk kishte më pak votues se në zgjedhjet e fundit parlamentare. Në qoftë se një gjë e tillë do të ripërsëritet, numri i qytetarëve që do t'i drejtohen kutive do të jetë edhe më i vogël se në zgjedhjet e kaluara. Tani, pra me këta numra të cilat i kemi, edhe brenda LDK-s nuk është e sigurt nëse mund t'i përgjigjen pozitivisht të gjithë Lumira Avligjikut për ndonjë iniciativë, qoftë për zgjedhjen e presidentit ose diçka. Mendoni që do ta përkrahin të gjithë brenda LDK-s Lumirin në iniciativat që ndërmerr kjo parti? Unë duke llogaritur të gjithë deputetët e Lidhjes Demokratike, thashë se do të kemë problematika.
këtë mora për bazë duke dëgjuar deklaratat e eksponentëve të atij subjekti politik u deklaruan se kemi dalur të bashkuar, me dalë me fuqishëm çdo herë, se do të jenë së bashku në këtë mirë, por në qoftë se gjithë kësaj jashtojmë edhe mundësinë e largimit të disa nga ai 18, duket 18 i ka gjithsej Lidhja Demokratike, në qoftë se do të kemi ndonjë deputet që do abstenoj apo nuk do marr pjesë në votim, atëherë problematika do të jetë edhe më e madhe dhe vështirësi do të jenë më të mëdha dhe do të jetë gati e pamundur arritja e zgjedhjes së presidentit. Qeveria mund të krijohet. Unë besoj se në mbledhjen e ardhshme të kuvendit që është e caktuar për datën 6, do të kemi konstituim të kuvendit, pasi që për një gjë të tillë ka numrat e mjaftueshëm. Për një gjë të tillë nevojitet vetëm 61 dhe 61 lëvizja vetëvendosi me partnerët e saj të koalicionit, por edhe me minoritetet jo serbe e kanë të mundur krijimin e qeverisë. Mirë po, çfarë do të na sjellë një qeveri e cila do të shkojë sërish në zgjedhje pas 2 muajsh, në qoftë se nuk do të arrijmë që brenda 60 ditëve të zgjedhet presidenti i ri i Republikës së Kosovës. Unë edhe në mandatin, edhe në herën e kaluar, pra në legjislaturën e kaluar, kur kam kërkuar gjatë gjithë prononcimeve të mia që të arrihet një marrëveshje të paktën në mes të subjekteve, të gjitha subjekteve parlamentare, një konsenzus të gjithë së bashku për të arritur drejt zgjedhjes së presidentit dhe të kalimit të kësaj situate të pavolitshme politike, pasi në këtë mënyrë ne po shkojmë në një terren të pashkelur, se në qoftë se po e kalojmë këtë, atëherë po e mbaron mandati edhe ushtruesi i detyrës, se ne dimë se ka mundësi vetëm 6 muaj të qëndrojë si ushtrues detyre i presidentit, dhe kush do të na caktoj datën e zgjedhjeve të ardhshme. Është diçka që po shkohet në një terren të pashkelur ende deri më sot. Kush po e dëshiron këtë? Mbetet të shohim. Duket e qëllimshme gjithçka që ose e menduar gjithçka që mund të ndodhë në të ardhmen? Ato skenare të cilat po diskutohen? Në qoftë se shkohet në këtë skenar, unë mendoj se një skenar i tillë i konvenon dhe e mbështet ai subjekt politik që e dëshiron kaosin në Kosovë. Asnjë subjekt politik që mendon për zgjedhjen e problematikave në Kosovë dhe zgjedhjen e institucioneve duke filluar nga presidenca nuk do të shkonte në këtë rrugë, nuk do të shkelte në terrenin e pa shkelur më parë. Pra do të bënte të gjitha mundësitë, do të provonte në gjitha format që të arrihe një marrëveshje qoftë me Lidhjen Demokratike, qoftë edhe me subjektet e tjera parlamentare, në mënyrë që Kosova ta lëm mbrapa gjithë këtë problematikë dhe t'i kthehemi punëve të shumta që ka kuvendi i Kosovës. Mos të harrojmë këto problematika, po sjellin edhe probleme ekonomike, Kosova po humb në vazhdimsi. Ne e dimë se nga fondi i ndarë i Bashkimit Evropian për vendet, fondi për zgjerim, pra, që ka qenë një shumë e madhe e ndarë për gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, e vetmja është Kosova që nuk ka arritur të marrë asnjë nga ato mjete për shkak të ngërçeve politike në mungesë të institucioneve, kryesisht të kuvendit të Kosovës, dhe në qoftë se gjë e tillë do të vazhdoj, ato do humbin në tërësi. Tani, në situatën në të cilën jemi, pra kemi një LDK e cila po bën bisedime me lëvizjen vetëvendosje, ka bërë dhe ka thënë që do të vazhdojë këto bisedime. Kemi një PDK që është deklaruar vazhdimisht që do të qëndrojë në opozit, por nuk do të jetë pengesë për zgjedhjen e presidentit, një AK që ka dhënë atë frymën bashkëpunuese, në rast se plotësohen pra kërkesat asaj normalisht me një marrëveshje që do të jetë, dhe në këtë situatë në të cilën jemi, sa e mundur ju duket zgjedhja e presidentit kur të vjen koha për votim, apo nëse do të kemi pra një marrëveshje të mundshme, LDK mund të përfshihet edhe AK-ja mund të ndihmojë pra në arritjen e numrave, apo duket prapë edhe kjo e vështirë? Dhe në të kundërtën një emër konsensual sa do të jetë i mundur të votohet kësaj radhe? Me thënë të drejtën,
një bashkëpunim të aleancës është vështirë për ta paramenduar, duke pasur për bazë gjithë atë në të kaluarën e afërm kur kohë më parë kryeministri i fton gjitha subjektet e përjashton vetëm aleancën. Së fundmi i fton të gjitha subjektet dhe aleanca nuk i përgjigjet asaj. Pastaj deklaratat e ish kryetarit aleancës edhe për zotin Kurti, mendoj se të gjitha janë këtu që ndikojnë negativisht në një konsenzus në mes të këtyre dy subjekteve. Është fakt se Partia Demokratike është tërhequr dhe ka thonë se do të qëndrojnë në opozit, ndërsa nuk do të pengoj çështjen e presidentit. Unë nuk e di se si kanë menduar ata që nuk do të pengoj çështjen e presidentit. Unë mendoj se nëse do t'ishte e mundur ndoshta që liderët ta mendojnë dhe dalin për edhe për te interesave të ngushta partijake, klanore dhe të mendohet si në demokraci të zhvilluara, ndoshta do t'ishte shumë pozitive që kësaj radhe presidentin, nëse nuk arrihet të gjendet një president konsensual që do t'ishte i pranuar për të gjithë, do t'ishte mirë që presidenti të ishte i opozitës. Pra, kush do të qoftë që mbetet në opozit. Do t'a pranonte vendosjen e gjithë Po, unë po e them që do t'ishte gjë e mirë. Këtë e bazoj edhe në vendet e tjera. Për shembull, unë jetoj në Gjermani dhe në Gjermani, praktik në Gjermani është që çdo herë nëse vendi qeveriset nga kristian-demokratët, presidenti është social-demokrat. E njëjta gjë ndodh edhe kur vendi qeveriset nga social-demokratët, pra presidenti vjen nga ana tjetër nga kristian-demokratët. Dhe pse të mos ndodh edhe të ne kështu dhe pse të mendojmë të kemi të gjitha në një dorë, që nuk është e shëndetshme për demokraci, nuk është e shëndetshme për vendin. Pra unë mendoj që duhen të gjitha opsionet të diskutohen dhe diskutohen seriozisht, të shkohet me mendim për të zgjidhur problemin dhe jo vetëm për sy faqe sa për të thënë se ishëm dhe për të munduar çdo njeri nga ata që fajin për gjithë këtë rrëmuj t'ja hedhin njëri tjetrit. Unë mendoj se takimet e tilla duhet të bëhen për të zgjidhur problemet dhe jo për të hedhur fajin njëri tjetrit. Pra, në këtë formë ndoshta do të ishte e mundur arritja e një konsenzusi në mes të subjekteve politike. Megjithse edhe tani është vonë, është dashur një gjë e tillë që të diskutohet më herët, të kishte takime më shpeshta dhe ndoshta të kishte takime të gjitha subjekte parlamentare që ndoshta do ta ndihmonte një gjë të tillë dhe të mos pritet momenti i fundit që mendohet sërish për zgjedhje të parakohshme, sepse qytetarët tani më janë lodhur dhe është bërë diçka tepërt. Është bërë diçka që nuk po e shohim në asnjë vend demokratik, pra me një rrëmuj të tillë, zgjedhje pas zgjedhje, pa institucione, pa lëvizur vendi, ka problematika të mëdha Kosova, ka punë shumë që duhen kryer dhe nëse nuk do t'i kryejnë besuarit e popullit, kush do i kryej ato? Do të mbesin. Por zoti Veliu, dhe një pyetje të fundit, nëse veç se do të kemi një koalicion, një marrëveshje në mes të LDK-s dhe vetëvendosjes në këto 3 ditët e ardhshme, vlerësoni që do të ketë një koalicion i qëndrueshëm dhe mund t'ju bëj ballë themi qëndrimeve, mendimeve shumë shpesh të kundërta të dy liderëve të këtyre partive? Është vështirë për ta thënë, mirë po në qoftë se bazohem në deklaratat e kryeministrit Kurti, kur tha se kishim koalicion 50 ditësh me Lidhjen Demokratike dhe në qoftë se tani bëjmë koalicion me Lidhjen Demokratike do të gjatë vetëm 5 minuta, nuk e di se ku e shohin mundësinë ata që të bashkëqeverisin. Gjithmonë sipas deklaratave të tyre. Unë mendoj që do të ishte natyrshme një koalicion dhe duke u bazuar në gjithë këtë rrëmuj, në gjithë këtë kaluar të vendit, pra në këtë, po flasim këtë periudhën që nga shkurti i vitit kaluar kur u mbajtën zgjedhjet e para. Mirë po, do të mbetet gjithsesi në përgjithësinë e tyre dhe pastaj
do të marrin edhe vlerësimin edhe nga qytetarët e Republikës. Në zgjedhjet e ardhshme, kur do të qofshin ato? Pak të nurojmë që këto zgjedhjet e ardhshme të mos i kemi shumë afër. Do të ishte mirë që zgjedhjet e ardhshme kishim pas 4 vite, që unë nuk besoj se do të kemi qeveri 4 vjeçare, por megjithatë do të ishte gjë e mirë për vendin. Zotri Bilion, falenderoj shumë për kohën dhe analizën tuaj. Ju përshëndes. Faleminderit.